Unë jam pranuesi i pendimeve dhe mëshirëploti. Kështu thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Wa ana at-tawwabur rahim. Unë jam pranuesi i pendimeve dhe mëshirëploti. Çfarë do më shumë njeriu i cili ka mëkatuar? Përderisa Zoti i gjithësisë është falës, është ai që e pranon pendimin, është ai që mëshiron, atëherë kthehu tek Zoti i gjithësisë. Reflekto, ndrysho, se Allahu i lartësuar e pranon pendimin. Zoti i gjithësisë i do ata që pendohen. Hiq dorë prej mëkateve. Ndrysho, se jeta është një shans që na ka dhënë Allahu i lartësuar. Le të përpiqemi ta fitojmë kënaqësinë e Zotit të gjithësisë. Le të synojmë xhenetin e Allahut të lartësuar. Allahu na boft prej atyre që pendohen. Amin.